Shkrimtarja dhe poetja e njohur Mimoza Ahmeti është kthyer në një fenomen të vërtetë që me pjesëmarrjen e saj në edicionin e 3 të Ferma VIP. Rrjetet sociale janë pushtuar tashmë nga video debatutat e saj spontane, duke e bërë atë një nga personazhet më të komentuar ndonse ndodhet ende në ditët e para të qëndrimit, pavarësisht se publiku po e shijon pafund. Këtë anë karizmatike dhe të drejtë për drejtë e saj brenda shtëpisë, shumë pak detaje janë të njohura për publikun e gjerë rreth jetës së saj private. Mimoza është nënë e 2 vajzave, ndërsa ish bashkëshorti i saj është pikërisht studiuesi i njohur shqiptar Aurel Plasari. Gjatë bisedave të saj në Ferm, ajo nuk ka hezituar ta përmendë ish bashkëshortin, duke ndarë me konkurrentët e tjerë një detaj mjaft komik nga e kaluara e tyre. Duke shkaktuar të qeshura të shumta në grup, shkrimtarja zbuloi një frazë që ai e përdorte shpesh kur bëi fjalë për të. Bashkëshorti im thoshte gjithnjë i shkreti. Gjallë është, por më duket sikur Mozës mos i flisni pas orës 12 se nuk di çfarë thot, është shprehur Mimoza mes humorit. Ky moment thekson edhe një herë natyrën e saj pa komplekse dhe aftësinë e rrallë për të dhuruar spektakël, qoftë edhe përmes rrëfimeve të thjeshta nga jeta e saj personale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.